Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot e kam deri në takem në studio zotrin Musa Emini, i cili është një kontribues i madh për çështjen kombëtare, i cili ka mbi 32.000 njohje, pra një veprimtari gjerë që konsiston prej pajtimeve, udhëheqjes së një shoqate, mbledhje të eksponenteve të ndryshme, e krejt to do të diskutojmë me të tani. E kam deri ta kem sot studio. Përshëndetje. Përshëndetje, si po ndjeni sot? Përshëndetje. Atë fillojnë prej viteve të 90-ta. Si ka qenë ajo veprimtaria juaj, me çka keni fillu? Ne edhe para viteve të 90-ta jemi angazhu rreth përpjekjeve për lirinë e sodit, kemi udhëheqë demonstratat, kemi marrë pjesë në për demonstrata, mirë po në vitet e 90-ta atëherë ka fillu aktiviteti gjithë popullor në çdo aspekt, të fillu prej shoqatave humanitare, prej partisë, prej shoqatave tjera, Këshillit për Drejtat Njerit, edhe viteve 90-ta unë e kom lëshu shtëpinë tem për lidhjen demokratike, Këshillin për Drejtat Njerit, atëherë ka udhëheqë lidhjen demokratike në Hakishaqiri, pastaj Këshillin për Drejtat Njerit e ka udhëheqë Bajrush Xhemoli, që ishte kryetari i komunës Ferizajt, edhe shoqatën e kom udhëheqë unë prej 90-s ishte në shtëpinë tem. Unë jam marrë edhe me të gjitha aktivitetet tjera, që si e thatë edhe ju, i kam 32.000 njohje për krejt aktivitetet, mas shumë të i kom ndihmu popullin, e kom edhe shoqatën Nën Tereza 9 vite para lufte dhe 3 mas lufte, e kom ndihmu ushtrinë çlirimtare të Kosovës gjatë luftës, ku i kam 4.000 njohje për tyne, e kom ndihmu edhe 3 vitet e funit mas luftës, e kom ndihmu melzën e tyne, me ndihma, i kom siguru çarshaf, kreveta, e shumë sene tjera, po dëshmit e krejt 3 vite mas lufte, i kam këto sa mjetë e janë grumbullu, sa janë shpërnda, kanë Pra gjithmonë keni mbajt shënime për çdo sen për edhe i çdo ke mbajt. sen, edhe nëse 10 kg diçka i ka afru një qytetar, e kem të shënu në krejt për gjitha vitet, posaçërisht që kem nxjerr këto të viteve të mas luftës 3 vite, për arsye se skamja ekstreme për gjithë qytetarët ka qenë mas lufte, pasi u kthyn ushtarë, disa ishin të plagosur, disa familje ja kishin rënu shtëpijen, u kthyn edhe ata shka kishin ik, i gjetën shtëpit e rënume, varfëri e madhe, kush ndihmojke, po vrena një kohës shkurt, të falenderu shoqata ndërkombëtare, humanitare, 5 shoqata kanë ekzistuar në Ferizaj, edhe 4 tonat për përmeni ka qenë shoqata Nën Tereza, shoqata Bereqeti e Bashkisë Islame, shoqata e Kishës Katolike Nik Prelja edhe Kryqi Koq, këto kanë ndihmu veç mas ndihmat më të mëdha, thash kanë ardhur prej shoqata ndërkombëtare 5, ashtu që kemi arrit me ndihmu edhe ushtarët edhe familjet e tyre, po problemi lindi ma vonë edhe kur filloi lufta në Maqedoni, atëherë u shpërngulën edhe prej Maqedonisë një numër buki i madh, të Nën Ferizaj ka qenë numri më i madh, sepse ma afër aty dhe kemi qenë pak më të angazhuar na. Unë i kam fotografit që i kam prit krejt. Kanë qenë afër 2027 persona në Ferizaj, që 3 janë martu, 2 kanë vdek, ja u kom kry ceremonit, edhe me 3 autobusa i kom qu në Prekaz, me vizitu Prekazin, edhe në Gërmije, në Shpellë Gadimes, edhe i kom këti. Po
po marrë me rëndësishme ka qenë edhe një ndihmë tjetër që është dashur më angazhu shumë, ushtarë të cilët kanë qenë prej vijseve lindore edhe të Maqedonisë që kanë luftuar në Kosovë, që ka pas shumë, ka pas edhe femna, e pe përmenin një femën që ja harrova emrin, aja ka luftu, nuk kanë guxu më kthy në vijset e veta, edhe kanë nej aty të nej, kemi sistemu e kemi siguru ushqime, veshmallje e gjitha. Pra keni strehu e keni bu më të mirët që keni mujtë për atë kohë. Shka kemi pas mundësi, edhe e falenderoj edhe qytetarët e Ferizajt, edhe rrethit Ferizajt, se na kemi grumullu ndihmë edhe nga vijse tjera jashtë Kosovës, në Maqedoni, sidomos. Jo në periudhën 90-99, po ashtu e keni pas edhe disa ambulanta të cilat kanë qenë të furnizume me çdo ndoshta mjaft që ka pas nevojë. Po, viteve të 90-ta, punëtor shëndetësor i largun prej punës gjithë gati, edhe u detyruam të hapum ambulanta, njerëz shumë humanitarë janë në Ferizaj, kanë ofru shtëpia pak kur far kompenzimi fare, 4 ambulanta kanë punu me ka 2 ndrrime prej viteve 91-92 që ashtu prej viteve 91-92 tej 99, kur filloi lufta, atëherë s'ka pas mundësi të punën as ambulanta, as kemi mujtë me siguru ndihmë as kur gjë, veç kanë punu ambulantat pa pare, kanë kontrollu njerëz, sa që kemi pas edhe mjek për Prishtinës që kanë shprej vullnet me ardhë me punu të shtune, kur s'kanë punu me ardhë me punu atje specialistat. Edhe 3 ambulanta, unë e kom bo kërkesë në kryetari i shoqatës i ndjeri, profesor Dr. Jokmita, ishte kryetari i shoqatës në nivel të Republikës Kosovës, më na leju, më na shu vendimat edhe për 3 ambulanta, e i kana regullu ambulantat krejt në shatin Greme, Komoglav edhe në Softaj, barnat kanë ardhur te Nish prej Karitasit Zagrepit, Nish i ka bloku Serbia dhe i kanë marrë ato barna për veti, e në ardhë i kanë rënu ambulantat. Njona edhe ka qenë bilin 2 katë. Ashtu që ato 3 nuk e mujt me hap, a kem pas vendos që kam kërkes aty me hap, me ardhë ushtarët me lidhë në i varë, se nuk kishin mundësi të hinin në qytet, dikon se funksionëshin ambulantat private, po ishin formu punët e policisë edhe nuk mushin ata me ardhë. Mënana, ashtu që menoj shumë nana për fshatra më ndihmu njerëzve edhe posaçërisht ushtrisë shqiptare të Kosovës. Publikisht edhe kjo pjesa ka qenë goxha e rëndësishme, edhe pjesa ambulantave, sepse rreziku ka qenë i madh. Lëndimet kanë mujt me qenë goxha të shpeshta, edhe ka qenë situatë kështu jo stabile. Po ka qenë situatë jo stabile se ordinanca private ka pas shumë pak. E në ordinanca të publike nuk kanë punu ma mjekët jenë largu, i largoj Serbia mjekët, i largoj punëtorët, i largoj policëtë. Na ju kemi ndihmu tana edhe policëve, kanë punu policët edhe në asoj kohë ka pak në për shkolla, e kanë mojtë ranin, e ka do të më ju falenderu të gjithve, o konë një organizim gjithë popullor, edhe o mojtë aja qëtësia, o mojtë mësimi, nuk ka pas asë një problem, edhe pse nuk ka funksionu shteti, për kundrazi kanë funksionu anëmikët që ja kanë imponu të këqijat njerëzve, jenë munu mi shtin me zvete, por nuk ja kanë arrit ato 10 vite, do të thotë ka populli merita shumë doja që ka mujt, ka dit, edhe ka dasht, ka pas vëndet, e ka pas unitet, edhe ja ka arrit me dalë për balë anëmikët. Pastaj, mas lufte, e kom një mu me enzën e të më kësë.
me ndihma, se erdhen shoqatat shumë të Ferizaj edhe pasi që ishë bo edhe luft, ishin të interesu me ndihmu pak ma shumë, e dishin që edhe ishim shkatërume, ishim të vrame, ishim të masakrune, i kishin plaçkit, sërbët edhe i kishin plaçkit njerëz në për shpija si u kishin lanë kur gjanë. Ashtu që ka pas ndihma të mëdhaja, une jom kujdes me ndihmu edhe ushtërijës, sidomos familjeve dëshmorëve të invalidëve. Cila ka qenë pjesa ma e vështirë si udhëhecësi shoqatës Nën Tereza? Cila ka qenë pjesa ma e vështirë si udhëhecës i shoqatës Nën Tereza? Po, ma shtirë, ma dhemshme ka qenë ushtarët që kanë luftu në Kosovë, dhise lindorët Macedonisë, ata që nuk kanë mujtë më këthy në shtëpit e tyne, a kanë ba luftën këtu për vllaznit e vetë, edhe u shliru verni, ata nuk mëshin me shku, aja ka qenë une mas shumë të jem koncentru që aty me mujtë ata pak me javë zbut atë dhejmjen që sun pak theje në shpit e tyne. Ka qenë edhe mshme edhe familjet e dëshmorëve. Më kujtohet një rast në Skomqare pa e tregu, kur ka arë një nane dëshmorit, une isha poshtë, të i kontrolu shpërndarjen e të bajshëm darje edhe pa vjeni, une pa dhe të ka arë një gru, një nane, një dëshmorit, speja për me në emnin. Nuk besojsh në që janë nana dëshmorit. Kur ju më shku aty, e kom kuptu kusha, e kom përqafu, e kom kajt, thash, pesë së desht me orë me kërku ndihme, a këto desht dikush me të regu, edhe e kom marrë, e kemi pas një gjip, e kom marrë gjipin, pa e thamë kështu me shpirt, se njerës të din edhe nin, janë gjallë ata, e ju më shku, e kom marrë një punëtor, e ja kom qu 50 kila mil, veç 50. Ja kom qu veç me qitë naj pitja naj sen. Për ndryshe bok, s'ki me gatu, i kom thonë ati punëtorit, sot egziston shoqata që jam unë, kësoj nane, ki me shku për çdo dit me vetë, sa buk pida dhe kur pida. Regullisht ka shku, e ka vetë, edhe ja kemi lanë 200 euro, edhe u ka kryetari për emergjensi Komunës Ferizajt Nismet Mjako, shumë personalitet i qmum, me ta kemi qenë edhe me një përër tjetër, ja kemi lanë edhe atë millin për me pregadit në sen, edhe ato asoj plakës gjithë gati teri sa ka përfundu punën në shoqata. Kam qenë në raste dhemshme, ka qenë varfëri e madhe edhe para lufteve, sidomos mas lufte, ka qenë shtirë, familjet me shumë fëmijë. Kemi pas nevojë mas shumë të për bebellac, për ushqim fëmijëve. Ata ma pak e kanë ofru shoqatat ndërkombëtare, e tonë të ma heq si kanë ra asoj punë, tonë të kanë ofru orez, patate, kanë ofru fasolje, qa kanë pas, ata bebellac nuk kanë pas, po i kanë ofru aty cilat i kanë pas, shumë u të regu humanitar, populli i Komunës Ferizajt, edhe ndaj nevojtarve të vetë, po posaçërisht ndaj ushtrijës, edhe ndaj atyre që erdhen refugjat për Macedonisë që iken nga lufta. Në periudhën kur keni stregu nga lufta që tani nga Macedonia, a mundesh me na tregu ma shumë qysh ka shku, qysh i keni ndihmu? Faleminderes edhe në pyetje që ti di ma mirë pyetjet se unë. Unë e kom prit, i kam fotografit nëse më lejuat veç, se kom qef me fakte, mis me dal asni
Ta shikom fotografi të emne jam, unë e kom prit mas shumë të refugjat e Maqedonisë kanë orë natën, kanë ikë. Edhe unë gjithë natën i kom prit para komunës, ata e në orë gjithë mbunë. Në kohën se arrova të thëmë dishka të përmeni edhe këforin se meriton lavdata të jashtë zakonshme, me se edhe ka qenë Ferizaj, kur u kry lufta, erdhen shoqata të nisën me orë lerdhë më këthypi që kishin nike, erdhen refugjat e Maqedonisë, metën ushtëria vise vlindore aty, o bon një haoz i skomjes atashme dhe u shtu numri njerëzve, atëherë edhe këfori u kjo që më në një mund. I mbojshëm në komunë, më ledhjet, marke pjesë gjithë mund ka një figur e ushtërisë këforit, ata nga kanë një mund shumë, aty masione ishë nga majnjo shumë për humanitet edhe kishë nga regjistrat të gjithve, më zgjidhen kryetarët e emergjencës. Aty të nga kemi fillu edhe me këforin, edhe komuna kanë ndihmu, kanë do pare për disa ushtarë që ishin vra, edhe një dy pa të ndekë, masi u këthyn për luftës aty ishëm në familjet e tyne, komuna i dojnë dhe mjetë. Ka qenë, po thëmë Ferizaj, une në gjitha anë kanë qenë varfëri, po në Ferizaj o konë që i kanë ardhë ushtarët ma shumë aty, jenë streu, me që ishin ofër Preshevës, Medvegjes, Bujanovësit, edhe të Maqedonisë ishin ma ofër që aty, nuk jenë shku ma largë aty, tana dhe na ishëm pak ma të angazhum, ish shoqata dhe para lufte, ish një shoqat që kishte grumullu ndihma në për Teto, Gostivar, Kumanove, gjitha venet. Unë i kom prit ata gjithë natën në familjet, edhe i kom streu, veli ka ndodhë, unë i kom regjistru ditën familja cila për pranon, edhe so ka mundësi mu i pranon, ta në mramje, i kom zirë regjistrin, ne kom këqyrë që kjo familje, një amen për shamëll Ramadani, e ka ofru shpijen, i pranon 5 antar, ka ndodhë që në gjysë natës që më shku e kom qu, familjen. Ata u që ditëshin, që shku njeri dulë më në prit natën këto, nuk e di ke që unë ditën e kom regjistru ato. E ta na veç i sistemojsh në bazë numrit të antarëve të familjes. Po, pra, goxha kështu punë intenzive. Po, kjo punë më të renderume bëhet me 3 arsye. 1, me shpirt, 2, me dhimbje, 3, në aspektin kombëtar, a i popull o vëllau, ata janë me botra ata. Veç një fjallë të mirë, kur ja thej shumë, në falë se ka emocione, o gëgjajshin, kur gjo me zbot, kish më të prejkë qështu, se gjakit ngre. Gjaki në ka shti, une pa thëmë, në gjo, du të thëmë para media këto, une e kom pas vish një vajzë, edhe ne vllazit kemi kalu mirë, kemi jetu mirë, kemi qu mirë me zveti, edhe nuk më kanë thonë me su angazha se puna, ata më kanë leju, më kanë thonë, e kom pas edhe një nonë ma patriote, hiska pas. Edhe nëse bon me thonë vesh 2-3 fjallë për ta. Aja e ka pas dhomën, e këqyrë këtë televizorin, e ka pas mësu gjuhën, Shqipe ma mirë se unë, bili kur shkoj kënë ditat grave në Fordika, gratë të ishin pa full tjetër nësh nuk për morëm vesh ka pa thet. Edhe i për cilë ke e kishin pas vranë për dëjevë, një djallë të asretit sërbë, kur erdhëm për në thet neve, tha, qëre bjerë, do me arë një ditë, mis me javë mo halal që ju kum lindë. Tha, pavritën thëmija asretit e jo, të katërit pangoni mas dinarit. Për zotën.
edhe e këputa këtu shiritin, mas një muaj ade unë u burguesa. Edhe e kishin orë se aty ishë në shpetuan ishë Liga Demokratike, Këshilli për Drejtat Njerëz, shoqata rregullisht. Unë kom përgatit drama, kur t'ja vi kaset CD-jat këtu, par drama kom përgatit, edhe vinë me po në onën tem, i thujnë apo mërzitës, tha për shka luke, tha po djolin burë ta kanë mërë, po e përdërshin plokat theshin për zete ju më gëzu. O vrojshin djemë të asretit e të metë që ky bile e përloqi që pak, për zotën. Së më kanë nëllë, ata më kanë leju me punu, une s'kum punu në shpi kur gjo. Veç na ditë që shtu e më shku na për pajtime, na për ato, jë më aqë soku mujtë edhe së kum ditë. I përmendëm pajtimet, ti ki rreth 84 pajtime. 84 pajtimin e mram e kom bon para 4-5 mujve, për e thamë, po kom pajtu në erë jëmë ko kryetari Këshillit pajtimit e lidhës demokratike, i ka pos fillat e pajtimit lidhë demokratike, kom punu atër si zyrtarisht, ta na më ka metaja, edhe njerëz vishin masanej, 84 pajtime i kom bon, 3 me vrasje, e 81 me konflikte që shtu e me gjitha. Pajtimit i kom bo edhe pas lufte edhe tash kur më thirin në herë, po kalon zotit tash janë gjëkotat e tu na bon njerëz të shkojnë për mes gjëkota, po kur nuk ka pos gjëkota para luftës, atëre na jemi munu atë që kemi mujt me bashku njerëz, me afru, me pajtu, edhe ata shpreshin një vodnet, pasi që është në prag lufta, nuk u ditë ke unë sarë, shkojsh në i thesh në personit, a ditë që që jenë konfliktit, do të më të arru shpinë, ose më të pështu familjen, ose anë asiltas, a jeni të e bo menë që e kem një flok para vetës, edhe me 3-4 fjallë njeri i bendke. A ka në e rast që ty të ka bo nashta shumë për shtypjet e këto pajtimet? Ose na i njës që nashta të ka prek emocionalisht, ose diçka që të ka mit kështu në mendje? Po njerëz, nëherë e kujtoj një person ka dekin djeri, sholla zote ka shpërbly me gjenetin më të lartë në atë botë, i shkon shku me kërku për shkollë shpijen, dikush pëllijës demokratike, nuk e kishë shu tana, unë e kishë në pak muhabet me ta shkova, kur shkova në barë, di atë rastin ma, se për shkollë, shka bëjke njeri, ishë merit pak ma ndryshe, pak se arsimi, dihet që janë baza e njerëzimit e kombit e edhe se kom i në barët tinja të doli vjetër, një u këshin s'pahiu. Edhe, tha unë e di për shka ja ardhë mu s'tha ti. Po hajde pije kafe në heqmi se më thoi se u kry kje punë. Edhe unë e zbesojsh në apet që jo të e dit. Te sa, o më tha pe di që ja ardhë me lëshu shkollën, po e lëshova, tha, u kry kje punë. Atëherë kom pas një gëzim shumë të madhe. Ty ky rast ka mbet në mendje edhe s'pas ke pas fort punë, dhe që ke shku? Ky më ka met që ai personi më ta bon ditë më të vështira kur ti tash përpiqesh të jepet një detyrë me gjetë një shkollë, xhonsat ish shumë punë e madhe për mua, edhe rasti ka qenë edhe një rasti një gruje ka ardhur me kërku ndihma, aja i shkon motra një patriotit shumë të madhë, Hisen Tërpezës, që ka luftuaj shumë kundra komunizmit, aja nuk ish pas të mi heq, ish martu burri vetë apet, edhe dyta s'kish pas, kish dek burri ishin me dyjat. Po aj,
kryetari aktivit aty, nuk ka shku me këqyre, se po erdhë të shpia jam aty, edhe po më thirin dana ata aktivistat ta një gru qështu ka orë, dhe aty kër e kom po ato par gruje, sukur mëret nesh, sukur e zgjut shumë, trim nesh, e kom marrë, e kom qut të shpia i shumë bashkë me lozën, konotat e nona, tha shko hasile, me se ka hongërsil, e kom mush gjipin plot me një gjip e kishëm shëqatës, plot me ndihma, edhe kur u dal aja, unë e pa hypin gjip, aja tha, ti tha, unë e për ndihma e marrë, nuk i marrë për sil. Mendoj që unë pa hypin gjip edhe pa shkaj dika. Atër më ka orë shumë rëndë, e ju për shdrypi, a kom qenë tjerin, kom të hëtë, se këtu i kena ndihma, kërë kom e qumë, kur qumë, sigur së dhe di, aja njerë ka aja e dyta gru që ishin ko dy grotat i burri, i shkon në rehijet një kumë dhe të nej. Kur ka na hi u të të qunë kom, e po këto me atë gjipa, dhe u që dit, e shpon dhe ndihmat aty, dhe u mënun me një shtog, me mi mëri do kumë dhe, kur se arre. E këto janë do kujtime që me kone ri, nuk e emocionohet njeri për tash, kur për bëj men atë u kur, apo më duket që jam tjetër jetë. Jo i keni edhe 2 libra për para, se li jo jeni autori tyne. A mundesh më na tregu ma shumë për to? Po, libra para kjo, me ne jetë për atë dhe, këto e kom përshkru krejta aktivitetin tem, për 66-ës që ja kom njës, kadal e teri, para 3 vjetë e kom qitë këtë liber, janë 3 figurat, non Tereza, Ibrahim Rugova dhe Dem Jashari, une nëmën non Terezës e kom hop të do Lërgjel që ju më shku kur më ka dhonë vendimin, a i ka qenë atër kryetari shoqatës nivel të Republikës Kosovës, nëmën saj kom punu, shpijen e kom lëshu edhe kom punu me Ibrahim Rugova, kom pas raste e bisedime me Ibrahim Rugova, së me sy kështu, tash ti të regoj këtu, edhe Adem Jasharin me që të duhur e kom varrus 3 vetje në kom preferizojt në varrim ti. Me këta nuk kujmë taku asë një herë kur, po në men ti e kom një mu shtrijen edhe në luft, edhe pas luft. Ashtë libra shumë interesant, jo që jamja, po këto janë shka karakteristike që janë, për të regoj veç pak, të tjeret për Musaminin, këto janë gjitha, une nuk s'ko manu ka asë një parti, une kom manu veç rrugës drejt të advetarizmit, komtarizmit, vllaznimit. Kjo plau ka shkruun për mu, tash qëre, kjo Akish Aqiri i pëdëkës shkruun për mu, kjo i lëdëkës shkruun për mu, kjo qek qëri, kjo i pëdëkës, do të thëtë, une nuk i kom do, kom qenë lidhën demokratike, po për mu partit shqiptare janë krejt njëjta. Kjo Sania Elio, edhe nuk, kjo Bajrosh Gjemojit, këto Adem Demoqi që ku jam une me shku libra, mjek të në që e fola që mjek të bolonta që mjek o kjo. Kjo zavens komandant i policis, të regon që ishko më organizu une demonstratat gjithmonë në rëndin e pare. Kjo gazetare Gjepri Fati, kolegi Juv. Kjo Sadik Tafashiki, kjo ka mak tjelë të që di shikulli. 12 vjetë nga Liatëk i ka mojtë. Kjo Elmire Qica, luftari, komandanti Oqëkës, kjo kryetari Ferizojt, edhe Pelon, kjo kryetari, kjo komandanti i ushtëris, edhe i Tëmikës.
Pra shumë personalitetet të rëndësishme që ka shkru për ju. Kjo doktorish, shpejt pashkoj, kjo doktor, se kom qef mi dëshmu ato që i thash. Kjo doktorish, kjo gazetar, ka një Shaboni që di. Këta, të regoj këtu në pajtime, o me rëndësi shumë që të dëtërisane, që kjo për shambull, oj për dë kësë, Skender Ferizi thetë, Musa shembull se si do të sakrifikuar për lirinë e Kosovës. Dhe të thotë unë ju munum njerëz me shmishtime folë kundra njëri tjetër se na jem krejt vllazën edhe krejt kanë kontribu. Këto shkruan që me 6 shkurt kur kam shku në Mollapëls në shtabin e UÇK-s. Ky shkruan për pajtime, rezultatet e punës ti vrehen edhe sot. S'po jo me munoj këto, që kë pajtuesi shumë gjaqeve dhe nga të rrisa. Atëherë ju e keni edhe librin e dytë po ashta, mundeni me na tregu ma shumë për to? Libri dytë është simbolet e lirisë. Në komunën e Ferizajt, i pari libra që ka dalë, këto janë përmbledh të gjitha përmendoret, shtatoret, bustat, llokat portimoret, herojve dhe dëshmorëve të komunës Ferizajt, me emna, me mbiemna, kur kanë lind, kur kanë vdek, në cilën vend janë, që... Pra krejt dëdhën ati që atë? Krejt pehanit e lezit të atje në gardë Sërbijës, në Mares, e në Pashtrek, krejt janë herojt, dëshmorët edhe martirët. Ju po ashtu keni koleksionu edhe gazeta, Po. cilat do kemi knatësin mi po këto. Une i kam edhe i kom rujt, i kom prej gazetat ato 3-4 dit në herë e kom marrë në i gazetë se s'kom pas kohë, po se edhe sa kanë shku që nuk i kom gjithë, po i kam gazetat. Këto është pija jam të ju mojtë mbledhja 5 vite që ka qenë Këshilli për Lidhja Demokratike, Këshilli për Drejta dhe Nën Tereza. Këto janë gazetat që qëre këto me Ibrahim Rrugoven që kom pas që Musa Emini, edhe shkojmë tash, nuk ka një gazet, po janë ka 2-3, shkruj poezi që për Nën Terezën i kam 270 poezi që i kom shkru, veç o me rëndësi se nashta nuk na premton koha në fond me këqyre një gazet, që 4 gazeta e në të për shembull, ka të qenë 1, 2, 3, 4, ka 3-4 janë. Edhe gazetat kanë shkru, edhe gazetarët e Shqipërisë për aktivitetet e mija, qenë 1, 2, 3, 4. Pa shkoj shpejt me s'ju marrë koha, e kam veç një vajzë. Pra edhe ajo ka dalë nga gazetë. Po. Këto në televizioni, kur i kom pas 260 eksponate, sa di kam 812. Edhe e mra mja o që kjo që zbon pa u këqyre, heq edhe pa rrug. Kamerat. Këthimi i borqit mikpritjes shqiptare, ku e përmena porëzit, që i kom prit Macedonisë, që kur kanë ardhë refugjate Macedonisë, që këto krejt gratë me shaminja me që mos e mini. Me të vërtet një lajmë shumë i rëndësishëm edhe gozja mirë që i keni rujt edhe keni pas mundësi fakt me rujt ka të shmirë. I kom rujt, kur kana ikë pi luftës se shpia jo nuk onë se njështë, na kana ditë që krejt kanë me kallë, po pa thonë zotis së për kallë ke kërkush. I kom shti me një kacë plastikës, e i kom shti me gryk të poshtë, se kështu thesh në mu shëtuj, edhe i kom shtil me një thest najlonit, i kom gjetë qysh i kom shti. Qëtoj kam fotografi, nëse bon na jo me... Pa tjetër, më në një shpas.
Mje, nashta pe te përaj, po në gjata ndu t'ja tham, s'kom qare se des nashta. Për herë të parë, në Jugoslavin, binën e ushtërijës, për herë të parë, unë e kom kënu kongën shëp midis valeves, krisi pushka në Bregdedrinit. Kanë qenë afër 6.000 ushtarë. A është e vërtet që edhe tjetra fotografi, edhe është dhonë betimi ushtarëve të rita, na kanë orë nonat e premtet aty në vinë gjithë, dhe na shqiptarë s'kemi shku, se s'kemi pas të anëmikis shkuet, e ata e në shku, edhe kur ka thonë një gazetare si ju që shtu tha kënën një këngëtar ma i mirë, unë që shna këngëtare heq, po kishna qef me kënu ma i mirë, shëp, ata jenë befasu. Edhe kanë dhe shëplok se e kom zgjedh kongën, lidhje me pushk edhe melodin e ka pas si në vaj, ta na më kanë kap shqiptarët, më kanë mojtë varë, më kanë mojtë të menna për njerëz. Për e thamë, pilak të tjera të krejt, veç nëse banë më jetë të regu, kam drama, ta që të regoj, që, unë e që e luar rolin këto, vritet këtë djali, drama e vërojnë, me shufra, i këmë pas me veshje, me ka 400-500 shikusin të konë. Edhe, thamë, shka thërë në qëtë mjekon, kë paracitit që janë sërbë, kur vjem sërbisht dhe të shako, ku vratë demonstrata, thashti, e ke dhonë betimin e Hipokratit, këqyre fëminës dhe intereson t'i ku vratë. Tha, si kontrollojën në demonstrata shka vriten. Edhe, unë e thash, ka shfalë rrugove se ja kishë lëfi varën. Ata të kanë vërtit e rrëshë blokë, rrugova dhe këtë do të njërë pasësore. Edhe shkoj këty se këshmire. Që këtu që u plagu e saj. Po veç edhe një sen që të regoj që tu, që kjo Amerikan, 10.000 ka, 10 jenë mësun Shqip, jetën në pej, shqiptarë u ban. E u kom ka vizitu. Po, këtë familjen a i këto për jetë a i ka? Krejt, 10 i ko. Këto adem dhe moqi në shpitem, nona jem, motra jem edhe një vajzë vlau. Këto janë ta që e kemi prit në adem dhe moqin. Çfarë ndjenje ki kur pishfleton këto foto? Qish? Çfarë ndjenje ki derisa pishfleton këto foto për shikon? Po përshes që kur po më shajke njeri, shumë ma shumë për i përballoj këtë këqia se të mira. Tana, po më kujtohen këto, këta njerëz gjysa nuk janë, që më këtu me marrë Krasniqin, e kom dashtë, e kom pas shok, me dënë Lusgjergjin. Kjo djali Agim Ramadanit të vorët, komandantit. Këto jam edhe një sen për të regoj. Në kullën e jasharve, për 2002 në 3 që më dullë mas meq, 3 festa e në konë, për vjetori daljes së ushtërisë shqiptare të Kosovës në Sken, ditëlindja e Dem Jasharit, edhe u konë dita Bajramit. Unë e kom marru një djep, i ka pas lind djali parë në atë familje që lindi, djali Moratit, djali një peri fatit, e patën e mënu emnin Shaban, e kom gruja ka qitë një baklav, unë një djep edhe kom shkru një poezi, nëse ban të recitoj tash. Po, pa tjetër. Lindi një yll, lindi një djallë, lindi një dritë në popullin shqiptar, e për 3 emrin e gjyshit të vetë, që ka shumë merita, e bajt me shëndet. Të gjithë jemi gëzuar për këtë yll e dritë, që kjo familje u shtua, dhe fatë rritë. Ja kom gjitë djepit e më shku para me në gjesit. Më nalën policia dhe ushtria dhe po më thojnë, nuk banë
me vetur me shku se o Kallabllak, sot veç ndi ma shpejt shkon. Edhe njone po atë ndjepin, ta aty shaki pa qërë, ke vekin me kështu kore këqyri, pe le zënë poezin, ta ku piqen ndjepin e këtu, ta shte jashal. Nuk e di ka veti, e tha Zar, o në budal ka arë për Ferizajt, me një thmin të vogën edhe me një gru, o të shku të jashart, e i thalë shue, e shkuva. Shilën e Bajramit e kom hongër të jashart edhe aja vajza jam e ka ricitu vjershën para Rifatit, që tu i pikën latë. Tha Ferizaj li 3 muaj e kom prit deken në Gjermani, edhe që 2 vjetë të bonë këto, kush latë shmi ka po të mi qite. Tha shumë po të betohë 900 vajzë që i marrë me të tërë flakti, jo me të latë, po jo me të qitë. Edhe më ka nalë aty, kom prit mosafir të krejt, ka nalë për Macedonisë, ka orë Arben Gjaferi, për Macedonisë, Thaqin e Jakub Krasnicin, krejt unë i kom prit të jashar. Edhe që e zgata pak, po, këto nëna jam të edhoj intervist, Recep Rifatit, gazetarit, edhe këta janë shok të burgit që më konë burg, e deshta me dollë se e dhash fjallën me smekon që i kom qu me 3 autobusa në Prekaz, që ku jem edhe kunore, kom lejem të e qunë Prekaz me kunore, që këto e kom thirë moratin, aj, drejt për drejt e mi spjegu e ju që që rroni aty që ju thëmë tash që ku jem të Macedonisë këtu, që autobusat, me 3 autobusat, që nisë janë Ferizaj me flamur kër jemi nisë, që këtu ku jem të i thonë, krejt aty për para, kjo morati, djali Rifatit, një për Ademit, dhe të nga shpjegon për gjendjen gjatë luftës e krejt, këtu jam të qitë kunoren në vartë Adem Jasharit, edhe këtu për tjerat nuk për të regoj se Deshta më fokusu të kjo mirë njoja që e kena këtu në tavolirë. Ma mirë të regon atë qka është dhe kush të ka donë. Për kretë që intervjist që e u dhejë që ma shumë për të falenderoj për që të mirë njoje. Kjo është mirë njoje që e ko marë që tash mas mrome. Edhe këtë mirë njoje ma ka prunë komandanti i NATO-s i Shqipërisë në NATO, veti 4, me uniform të shpija. Edhe më thirë për kofinit, ku gjindesh të zëtni, për thomë qështu, tha di më ma qu adresën me kërë me arë, thash nuk di për zotën, nëse kur dim, tha afer Ferizajt edhe e të thirëm, edhe kanë arë edhe ma kanë prunë. Nuk me lexoj, e rrug në shta kamera. Kjo më ka gëzu, 31 njohë i kom pas për krejt, 13 veprimtari krejt. E kom edhe për kulturë, ma ka dhonë komuna Ferizajt, edhe të që kësë, të shpijen që e kom shue, të Macedonisë i kom 2 që i kom pritë. Refugjate e kom pajtimit, po kjo ju ka bu muni mas mirë të në. Po, kjo më ka duk e NATO-s, se NATO në ka pështu, NATO në ka ndihmu, NATO po në ndihmon, edhe rënoft Amerika, edhe shtetet tjera dhe të Evropës. Zotëre Emine, faleminderit shumë që ishit sot në studio me neve dhe po besoj e përmbyllëm mënyrën më të mirë të mundshme këtë emision. Une juve ju falenderoj për zemërsisht e ju dëshiroj gjitha të mirat në jetë, shëndete, lumëturin, familje edhe suksese në mediumin e ju, e inshallah gjithmonë shikus të ju i knaqen me këtë televizor. Faleminderit shumë edhe një herë që ke gjetë ku me orë. Faleminderit, zotë nërë. Dashur shikues, ka që kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premte nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.